Siç e cekët edhe ju, ne po lajmërohemi nga Mitrovica e Veriut, më saktësisht nga shkolla teknike, pra që është një ndër qendrat e votimit, e cila vetë është hapur me kohë pra me fillim nga ora 7. Policia e Kosovës është e pranishme pranë hapësirave të kësaj qendreje, me që rast edhe materiali ka rritur me kohë dhe kjo qendër pra është hapur ashtu siç ka qenë e paraparë, ndonse kanë kaluar vetëm 20 minuta prej kur janë hapur gjitha qendrat e votimit në Mitrovicë të Veriut. Ne po e shohim se pjesëmarrja e zgjedhtarëve është e dobishme, pra zgjedhtarët nga komunitete të ndryshme, siç edhe dihet në Mitrovicë të Veriut, kanë ardhur të shkaktuar të drejtën e tyre, pra për të votuar në qendrën në shkollën teknike pra në këtë komunë. Siç dihet dhe siç ndodh zakonisht në fillim nga ora 8, pritet që pjesëtarët e listës serbe, po ashtu dhe qytetarë të mblidhen pranë selisë në Mitrovicë, pranë selisë së tyre pra në Mitrovicë të Veriut, dhe ashtu të grumbulluar të drejtohen për të qendrat e votimit dhe ta shfrytëzojnë të drejtën e tyre.